Unë jam akuzuar për lëndë narkotike, prodhim dhe shqit lëndë narkotike, jam dënuar me 5 vjetë burg. Sa vojta? Dhe vojta 2 vjetë e 7 muaj. Dhe nuk jam kapur me asnjë lloj gjaje. Jam dënuar pa drejtësisht nga ana e prokurorisë të Korçës dhe gjykatës dhe këtë e kam nga oficeri i policisë gjyqësore Mariglen Besha. E kam me tendencë. Nga ai ustaj dhe më ka marrë dhe familjen e qaf. Ai dhe kam 2 vite kusur këtu që s'po takoj dot familjarët e mi. Do ta kërkoni përsëri të drejtën? Do ta kërkoj dhe kjo është vetëm fillimi. Sa kam dalë do t'i nis gjithçka nga para. Pse nuk i keni takuar dot? Nuk i kam takuar se nuk i ka lejuar prokuroria. E qartë që s'kam pasur dhe tërë ndikimi ka qenë nga oficeri i policisë gjyqësore. Të tëra me shtequr dhe pa drejtësisht takimi të drejtës së fëmijës, kam një fëmijë të mitur, të moshës 3 vjeçare. Dhe e kam lënë gati një vit e pak, edhe nuk e kam takuar, nuk e kam parë. Nga pa drejtësi që më ka bërë oficeri i policisë gjyqësore Mariglen Beqa. Ai ka marrë dhe presione kërcënime nga njerëzit e drejtësisë. Dhe ndihem shumë i kërcënuar dhe i rrezikuar, si unë dhe familjarët e mi. I rrezikuar në çfarë? Jam kërcënuar me jetë, si unë dhe familjarët e mi. Mi kanë kthyer gjërat personale. Për çfarë atë e di oficeri i policisë gjyqësore? Se unë nuk e di dhe nuk e kuptoj akoma përse, arsye. Për çfarë kam vojtë, mos takosh dot familjen 2 vjet e kusur këtu, ta kem 2 kilometra nga lart murit, unë nuk e kuptoj që s'ka bërë vaki. Dhe të miqet e drejtë e fëmijës, pa drejtësisht, se ndikon oficeri i policisë gjyqësore. Për çfarë arsye atë e di ai dhe këtë do ta kërkojmë me anën e drejtësisë. Do të rikthesh jetës tënde normale? Po, normale që po, normale. Jam familjar, kam një fëmijë të mitur, kam një nën pensioniste dhe dua t'i përkushtoj familjes. Si e keni emrin, lutem, si quhet? Besmir Gjezar. Besmir? Gjezar. Faleminderit. Faleminderit.